Disiplinimi fillon edhe për reklamat kompanive gjigante në botë, në Itali për shembull. Komisioni për cilin fola heq nga transmetimi reklamat e kompanive më të mëdha në botë. Ti më thua të bëj të fluturosh, të bëj me krah, po ku e ke provuar që më bën me krah? Mund të ketë fluturuar ndonjëri. Që po, si historia amerikane që fitoi miliona dollar nga gjyqi. Kështu që jemi në këtë situatë kur tregtia online veçanërisht online po bën kërdi. Njëjtën kërkesë kam dërguar për shkak të ekzistencës së qendrës alerte edhe në Kosovë, edhe Komisionit Pavarur të Mediave të Kosovës, sepse kështu quhet, dhe ata kanë në shqyrtim. Pra online, por edhe reklamat e tilla sigurisht janë një problem serioz për konsumatorin. Përveç këtyre, sa i përket ushqimeve që ham? Nuk mund t'i ndajmë. Nëse si kujtohet historia e mandarinave para një viti e gjysmë, fund 2023. Po, fill mbrapa ishin masivisht me pesticide edhe mbi normat edhe të ndaluara agrumet nga Greqia dhe nga Italia, që janë vende anëtarë të Bashkimit Evropian. Ne mund të kemi një çokokrem shumë të mirë shqiptar, po themi, si dua ta lidh pak me çokokremin e rastit fundit të importit që erdhi në rast. Dhe pavarësisht fatmirësisht ishte në sasi të vogla të importuara, ne neglizhojmë prodhimin ton, dhe ndërkohë që hasim me një produkt gjerman që ka rezultuar me salmonel. Pra çokokrem në mos gaboj me përmbajtje lajthie, me lajthi brenda. Kemi rastin e fundit i cili nuk e ka përfshirë akoma Shqipërinë produkteve hip për fëmijë, të cilat kanë rezultuar me barm me ilaç mirë brenda. Dhe kjo është vërtet dhe kepruar se autoritetet austriake po e hetojnë si krim të bërë me dashje në një seri kutish. Pra të futur masi kanë dalë nga prodhimi në gjatë kohës kur është transportuar për në rrjetet e supermarketeve, shpare, intershpare e tjera, në Austri kuptohet gjithmonë, dhe janë disa që gjenden të hapura, janë prishur, janë me aromë, nuk është ai kliku kur hapet ajo kavanozi për herë të parë ka një klik kapaku, nuk ndodhet e këto të kontaminuara pra, dhe këto janë pastaj ishin edhe në formë këshillash, nëse ka erë, nëse nuk bën ai kapaku, siç duhet kanë një vulë sigurie që ishte prishja e letra që lidh kapakun me